Drejtoria vendore për kufirin dhe emigracionin në Korçë ka kaluar në shërbim të zgjatur në të 4 pikat e kalimit kufitar të Juglindjes. Kjo masë është ndërmarrë për të përballuar fluksin e shtuar të lëvizjeve gjatë sezonit turistik veror. Rritja më e madhe e qarkullimit regjistrohet në pikat kufitare të Kapshticës dhe Qafthanës, ku mesatarisht gjatë sezonit turistik regjistrohen deri në 20.000 hyrje-dalje në ditë të shtetësve shqiptar dhe të huaj. Për të përballuar këtë fluks, policia kufitare ka shtuar numrin e sporteleve në funksion, si dhe efektivët në shërbim, me qëllim për shpejtimin e procedurave të kontrollit dhe shmangjen e pritjeve të gjata. Masat vijnë edhe pas radhëve të krijuara ditët e fundit në këto 2 pika kufitare, ku në orët e pikut udhëtarët kanë pritur deri në 2 orë për të kaluar kufirin. Në Kapshticë vonesat janë shkaktuar kryesisht nga procedurat më të detajuara të kontrollit të zbatuara nga pala greke, ndërsa në Qafthanë pritjet lidhen me punën e palës maqedonase me personel të reduktuar gjatë sezonit turistik. Policia kufitare bën të ditur se masat e shtuara do të vijojnë gjatë gjithë sezonit veror, me synim garantimin e një lëvizje sa më të shpejtë, të rregullt dhe të sigurt për të gjithë udhëtarët.